Mëngjesi të gjithëve, unë sapo kam dalë në balkon, kam gati një gjysmë ore këtu. S'kam shumë që jam zgjuar nga gjumi, duket edhe me sytë e mi që më janë nëjnë për pak, edhe flokët e mia që janë të shpopuritura. Por që jo më kohë të nisa këtë video, sepse do merrem sot me flokët e mia dhe ndaj doja t'ju merrja dhe juve me vete. Unë sapo kam ngrënë mëngjesin, kam pirë edhe një kafe, sepse pak më lejohet që të më hapeshin syt, edhe në këtë video sot do të bëj flokët kaçurrela, por do t'i laj një herë, do t'i thaj, pastaj do bëj kaçurrela shumë të bukura, ndaj ndiqeni videon deri në fund për të parë të gjithë. Kam marrë edhe push për të parë të gjithë videon deri në fund. Mua më ka dalë edhe boja ndërkohë, sepse kam që në 10 orë që nuk i kam lyer më flokët, edhe nuk do t'i lyej, do t'i lë kështu, sepse s'mund t'i lyej gjatë 7 zanis. Dhe po mendoja ta lija fare ngjyrën time që të më dilte. Doja t'ju tregoj patjetër këtë video, sepse kam bler një marsh të re në market, e kam bler, sepse te marketi këtu sjellin ngjyra të reja gjithmonë, edhe çdo javë, dhe kësaj jave kishin sjell produkte kozmetike. Dhe pasha të marshën dhe ishte vetëm 13 euro, edhe ishte shumë e hollë kështu si një vi lapsi, dhe mendova se t'i bën kaçurrelat shumë mirë, vetëm se kisha frikë se nuk do nxefej, si thon po, nuk do nxente mirë, edhe nëse produkti nuk nxen, i bie që nuk bën në flok. Edhe thash, hajt, se 13 euro janë, nëse s'bën, thash s'ka problem. Kur e mora, ja kam provuar Elës njëherë flokët kaçurrela. Ja, do ta lë foton këtu. Edhe i dolën shumë bukur, edhe sot do t'i bëj vet, t'i provoj, sepse nuk i kam provuar akoma. Sa po mbarova me flokët, edhe tani do t'i thaj dhe do t'i kre. Mos më gjykoni për pamjen brapa, e di që nuk është shumë e bukur, por kjo gjëra këtu janë disa ngjitsa që unë i kam vënë më përpara. Kam gjetur një panoramë me Mickey Mouse që e kam bërë vetë dhe ishte në ngjyrë roz, por unë tani jam duke sistemuar dhomën dhe duke rregulluar gjërat e bebit dhe du ta sistemoj kështu që nuk më duhet ngjyra roz, mendoj në dhomë. Sepse do jetë krevati bebushit, edhe
sigurisht që lidhje ka çoni me ngjyrën roz. Dhe prandaj e hoqja, por thjesht ato ngjitrat kanë mbetur aty, por më duhet i pastroj kot. E fundit, këto janë flokët e mia pas të dushit pa krehur. Edhe unë do t'i bëj me 6-ën e Olaplexit edhe me 7-ën që është vaj. Jo më kot ju tregova procesin e larjes, sepse doja t'ju tregoja që jam duke përdorur një shampo tjetër, pra jo shampon e Olaplexit që ju kam treguar, hoqja dorë nga ajo, sepse po shifja kohët e fundit që po më vajiste shumë flokun. Do me thënë nuk më mbante floku shkëlqim më. Edhe kur ndrova shampo, pastaj e kuptova që kishte sa një shampo, pra shampon e Olaplexit nuk ju sugjeroj më ta merrni, por produktet e tjera janë mirë. Do me thënë balsami dhe kremi për nxehtësinë edhe vaji janë shumë të mira. Unë isha duke përdorur atë shampon Quai, kështu e themi në fakt, duke parë nga influencerët e tjera në për YouTube dhe në për Instagram që i kam bërë shumë reklam të mira. Se një ditë kisha dalë me Elen tek Sephora, edhe atje shoh që kishin sjellë këtë shampo dhe jam gëzuar shumë dhe sigurisht që e mora direkt. Nuk prita. Ja prava i bë tek duart edhe pastaj tek pjesa gjatësisë së flokut. E mora direkt, shampoa ishte shumë e vogël, ka qenë 30 ml. Apo jo, po 30 ml edhe kushtoi 18 lek. Jam duke përdorur, kam një javë që po e përdor dhe deri tani më duket shumë e mirë. Unë kam edhe fytyrën pa bërë me krem, s'kam bërë asnjë gjë sepse sa bëra dushin, por do merrem me flokët tani. Po vazhdoj t'i krep. Pam jam rrapë shumë e shëmtuar, por nuk kam çfarë të bëj. Kam bërë disa mungesa di, por të them të drejtën kam qenë në muajt e rinimit të bukur të shtatzanis, edhe do që t'i shijoja me patjetër, sepse muaji 4, 5 dhe 6 janë muajt më të bukur, ku ti je në humor ose e varet, sepse të ndryshon humori çdo 5 minuta, edhe vetëm ha ushqime të mira, ke oreks për gjithçka, sepse unë kam marrë pak kile, por që do ikin, shumë e sigurt që do ikin. Megjithatë mjafton që bebushi të jetë i shëndetshëm dhe të marrë të gjitha vitaminat që i duhen. Dhe në fakt doja t'ju thoja që për gjërat e shtatzanisë dhe si kam kaluar këtë periudhë, doja t'tregoja në një video tjetër, në një story time besoj. Edhe çfarë pyetje që të keni dëshirë, ju më komentoni këtu dhe unë do ju sqaroj atje dhe do ju tregoj për gjithë gjërat dhe eksperiencën time të shtatzanisë. Ka një super volum edhe shkëlqim. Besoj se dhe ju e kuptoni. Tani do vazhdoj t'i bëj kaçurela. Masha është kjo këtu, për të cilën po ju flisja. Edhe flokët e mi do dalin si kjo goca. Por nuk e dija do dalin kaq të gjatë apo jo. Dhe pse unë i kam të gjatë, por kur bëhen kaq shumë e rrica, ato shkurtohen. Edhe do më dalin si bukse, mendoj. Por do ta provoj. Kjo ishte shumë e mirë. Siç ju thash, është deri në 200 gradë edhe këtë gjën këtu e ka shumë të hollë. Por janë fiksi ato kaçurela që bëhen si susta. Edhe kjo ja blende për çmimin 13 euro. Kështu që unë po vë në prisë dhe po vazhdoj direkt sepse di që do vonohem shumë. Mund të kem gati tek 1 orë gjys për t'i bërë. Do më duhen shumë kohë. Ndërkohë që Masha po nxehet, unë mora një Lipton
Ky ka dalë i ri, është me mango dhe marakuja dhe mua më pëlqen shumë. Nuk e di a ka në Shqipëri si ky, por është shumë i mirë. A kjo zhurma kur hap këto kanatet. Është super, sidomos në këto ditë të nxehta. Dhe pse kjo po nxehej shumë shpejt, nuk është se do shumë kohë për të nxehur, po lidhe pak fytyrën me krem, me hidratant, se pasi të mbaroj Coachella do bëj dhe make-up dhe pas dite ndoshta dal diku. Jo ndoshta, po do dal, por nuk e di se ku. Do bëj dhe ndonjë foto të bukur me Coachella, do shfrytësoj rastin. Tani do vazhdoj me flokët sepse u zgjata shumë. Edhe të mbaroj shpejt, sa s'jam mërzitur akoma. Gjë e mirë që kishte kjo masha është edhe dorashka, por e kam bërë në dorën e djathtë. Dhe siç po thoja, këtë e kam bërë në dorën e djathtë, po kështu. Por unë në dorën e djathtë punoj dhe duhet mbaj marshin. Kolor malli për makinën. Nuk e di, kur ikin njerëzit jashtë shtetit, të gjithë i merr malli për vendin, për familjarët. Por të drejtën, mua më ka marrë shumë për makinën. Përveç familjarëve sigurisht që s'krahason me asnjë gjë. Por më ka marrë për makinën shumë. Kaloja një pjesë të ditës me të. Domethënë për punët e mia personale dhe për çeu sigurisht. E nejse, unë këto po vendos tek dora e majt, sepse sigurisht nuk jam ngjarash dhe nuk bëj dot. Të punoj me marshin në dorën e majtë, kështu që këto po e mbaj këtej, edhe me këtë do kap flokët që të mos digjen. Kështu që do filloj tani, këto janë gjithë këto flokë këtu, se si do ja bëj. Po vazhdoj pra, do të marr nga pak fije, nga kaq. Siç ju thash, kjo nxen shumë shpejt, edhe nuk duhet shumë kohë që ta mbash flokun anës kësaj gjës. Do ta bëj më afër rrezës. Okej, po bëj kështu. Kaq mjafton, besoj. Doli një sos të voçkël këtu. Po vazhdoj edhe me të tjera tani. Kam një lajm çik si të keq që unë nuk kam shkum edhe llak për flokët që ti ngriti si, dhe kam frikë se Coachella do më bien, duke qenë se e kam flokun tim pak sa të drejt. Nuk kam bler, kam harruar, por kam atë gjelin got to be që stiloj flokët. Edhe do provoj ato. Ose të mbaroj t'i bëj me ato njëherë. Siç e shihni, jam duke kapur këtë këtu të nxehtësia dhe kjo dorashka është shumë e mirë. Pra bën punë goxha, mund ta kap edhe kështu dhe nuk më djeg. Ja, edhe një rritës tjetër.
Sa po mbarova pjesën poshtë, tani po bëj këto lart, edhe do ju tregoj vetëm përfundimin, sepse po më lodhin goxha dhe do të bëj pak pushim. Sa po kam përfunduar edhe kam gati 2 orë që i kam mbaruar flokët, më kanë dalë pak fije sepse isha mbështetur te divani nga që u lodha aq parë dhe i lash për gjysë. Tani kam bërë dhe make-upin dhe syt i kam bërë në këto nuanca për arsye se bluzja që do vesh tani është në ngjyrë portokalli dhe doja që t'i kombinoja bashk. Edhe jam gati të lëshoj flokët dhe t'ju tregoj dhe juve se sa bukur kanë dalë. Por i kapa me kapse për arsye që të mos më prishte tek make-upi. I kam shpërndar pak me dorë kështu. Si kam bërë as me krem, as me vajra, as me gjë. Më duket pak boja ime që ka dalë tani, por flokët janë yll. Po kthejmë dhe nga brapa t'ju tregoj dhe juve. Nuk e di, po unë jam mësuar më shumë me flokët e shtrira dhe se si më duket vetja kështu. Kam veshur dhe bluzën dhe sapo kam dalë dhe kam marrë te lokali. Dhe tani po pim diçka. Jemi anës detit, për e tregoj dhe juve. Tani po ikim për në shtëpi. Nëse ju ka pëlqyer kjo video, i bëni like edhe subscribe për të gjithë ata që nuk më ndjekin. Dhe më pyesni për çfarë të doni, do ju përgjigjem të gjithëve në një video të radhës. Ju puth të gjithëve, natën e mirë.